Një 27 vjeçar në Kamës ka dhunuar në mënyrë njerëzore dhe përdhunuar të bien e mitur 6 vjeçare. Vajza ndodhet në gjendje të rëndë në spital, ndërsa pas arrestimit babai dhunues është justifikuar me faktin se e bia e ka bezdisur duke i marrë celularin. Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e së premtes në Kamës, ku një 27 vjeçar ka dhunuar duke i shkaktuar plagë të rënda vajzës së tij 6 vjeçare. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se është arrestuar në flagrancë shtetasi RK 27 vjeç, pasi u kap në flagrancë duke ushtruar dhunë ndaj vajzës së tij të mitur, e cila ndodhet në spital. Vajza në momentin e ngjarjes ka qenë vetëm me babain në shtëpi, pasi nëna e saj ishte në punë. Gjatë dëshmisë në polici, babai ka thënë se fëmia e bezdiste, i merrte celularin dhe prandaj e kishte dhunuar. Policia ka dyshime se përveç dhunës fizike, mbi të miturën mund të ketë pasur dhe dhunë seksuale, dhe për këtë fëmia i është nënshtruar kontrolleve nga mjekët ligjor.